Po sot është ditë edhe dhimbje, por edhe krenarie. Po kanë bo, ama duhet me bo edhe ma shumë. Nuk duhet të harru gjakun që kanë dhonë vllaznit dhe motrat tona për lirin të cilën e gëzojmë njëse. Është dita e krenarisë për kombin shqiptar dhe gjithë Dardanin antike që sot mbledh tu me fitoren që kena fitue me sakrificat të mdhaja. Epopeja Dugogjinit është vendimtarja e lirisë Kosovës. Dëshmorët që e mbra këtu e ka zojnë vedesën. Me 24 mars e ka të reguë botë që Dugogjini ekziston dhe ka më ekzistu gjithmonë. Këtë epope e simbolizon një rinjallje të betejës pas asaj të jasharëve, sepse UÇK-ja nuk ka përfundu. Unë mendoj që ka qenë mesazhi më i mirë për gjithë popullin, për unitet, por edhe për fitore ndaj forcave okupatore.